Shumica e rasteve video animacionet janë me personazhe egoist që vetëm ata flasin, vetëm ata veprojnë dhe fëmia qëndron pasiv. Duke qëndruar pasiv, nuk e nxit fort aparatin e të folurit ose nuk e stërvit muskulaturën vokale të fëmijës që të prodhoj zë edhe të prodhoj sa më shumë fjalë. Pa diskutim që fëmijët që kanë predispozitën për ta zhvilluar gjuhën në kohë normale, ata mund të mësojnë shumë mirë edhe një gjuhë të huaj. Pra në mënyrë simultane duke mësuar gjuhën shqipe mund të mësojnë anglishtën ose spanjishtën ose italishtën apo ndoshta edhe kinezishën, varet se sa janë të ekspozuar. Por që teknologjia thash, problemi kryesor ka që e lë pasiv në shumicën e rasteve fëmijën. Edhe nga ana tjetër, duke mos vrapuar, duke mos e vendosur motorikën në punë, duke mos shpenzuar energji, akumulon tension dhe ky tensioni në moment caktuar mund të shpërthejë ndaj prindit ose ndaj vllajt apo motrës tjetër. Ndoshta në raste më tipike janë kur i ndërpret aktivitetin. Pra pse më ndërpreve edhe nuk di të reagoj me qetë, por gjithaj tensioni i akumuluar shpërthen në revolt ndaj prindërve ose kujdestarit apo një personi tjetër.